Ajo zgjohet herët, ashtu si çdo ditë. Për të, nuk është thjesht një punë, është një mision. Një grua e angazhuar në politik nuk është thjesht duke zënë një vend apo duke përmbushur një kuotë. Ajo sjell ndryshime për një të nesërme më të mirë. Çdo vendim që merr, çdo fjalë që thot, është një hap drejt një shoqërie ku çdo kush mund t'ia dalë. Sepse kur një grua udhëheq, ajo frymëzon dhe u hap udhën të tjerave. Sot, më shumë gra po marrin vendime, po krijojnë politika, por i shkruajnë historinë, por rruga nuk përfundon këtu. Angazhohu sot, udhëhiq nesër. Politika të përket.